me agjerim. Agjeroni për shkak se një prej dobit edhe dimensionet e agjerimit është se njeriu edhe ja zvoglon, ja ul intensitetin e depresionit. Dhe rezultati i kësaj është se njeriu arrin devotshmërinë, e kultivon devotshmërinë, se si të bëhet njeriu më musliman. Devotshmëria është qelsi i xhenetit dhe i çdo suksesit edhe në dunjë edhe në ahiret. Mos ta neglizhojmë. Është moment shumë i mirë. Është edhe koha e mirë, e fladishme, e freskët. Do të thonë gjithë njerëzit me alishu ose më ka zonë Ramazanit, thotë edhe kjo një shprehje që nuk përket me edukatën islame, është e gabueshme, do të thonë nuk duhet ti tash pse e agjerueshëm, nuk duhet si do të thonë të kalon Ramazan, të kazon. Nuk të ka ta bën në kohën e sifirit, sigurisht që ka shumë ibadete që mund të bën, mirë po ajo më prioriteti edhe më me fadilet është që të bën istikfar. Gabimi më i madh se disa njerëz Ramazani nuk është punë tradite, vallahi benen tradite kemi Ramazanin, vëllezër që janë të mirë, që kemi miq e shoh, nuk agjeron. Zoti na ruaj. Pse nuk agjeron? Thotë unë nuk jam mësuar, thotë se koka më dhem pa një filxhan me kafe nëse nuk e pi, domethënë. Kjo është mjerim, le ta rishikojnë veten e tyre, pasi që jemi në ditët e para të Ramazanit. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu salati wa tamu taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi në fillim të podcastit edicioni special për muajin e Ramazanit që quhet Në Mexhlis në Ramazan. Do të flasim sot për esencën e agjerimit. Çfarë kuptimi dhe cilat janë elementet kryesore të këtij adhurimi madhështor. Për të biseduar për këtë çështje, sonte e kemi mysafir hoxhën e nderuar Magjistri Nusret Ramadani, i cili do të na bashkangjitet në bisedën për realitetin, esencën e agjerimit. I nderuar hoxh, faleminderit që u përgjigje pozitivisht në ftesën tonë. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që t'ju kemi sërish në mezhlisin tonë. Jemi në muajin e bekuar të Ramazanit. Një prej begatije më të mëdha që Allahu na ka mundësuar që të arrijmë këtë muaj të bekuar. Shpeshherë paraqitet si një lloj dileme tek njerëzit, cili është elementi kryesor apo elementi kyç i agjerimit. Çka është esenca e agjerimit? A është që të ngelemi pa ushqim dhe pa pije për një kohë të caktuar dhe të privojmë veten nga kënaqësitë, apo e ka ndonjë qëllim tjetër? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi i takon Allahut, paqja dhe bekimet qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam. Fillimisht gjithë shikuesve dhe juve u bëj për hajër muajin mubarek të Ramazanit, duke lutur Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na jep sinqeritet në këtë vepër, të na jep vazhdimsi dhe të na forcon dhe dalim të pranuar nga ky muaj dhe ibadet shumë i madh. Normalisht se agjerimi si ibadet dhe muaji Ramazanit në përgjithësi ka dobi të shumta, ka vlera të mëdha, madje ato që i kanë përmend dietarët islam që zakonisht i përmbledhin dy burimet kryesore të sheriatit, Kurani dhe Suneti, e që një pjesë e tyre sigurisht janë të njohura edhe për shikuesit dhe për gjithë publikun, është se muaji Ramazanit fillimisht dëshiron që njeriu ta bën më të mirë. Do të thonë njeriu del nga Ramazani më i mirë në aspektin e devotshmërisë, në aspektin e afërsisë së tij me Zotin fuqiplot Allahun subhanahu wa taala. Nuk është esenca kryesore dhe qëllimi final nuk është që njeriu të largohet nga haja dhe pija dhe të largohet nga pasionet dhe dëshirat e tija që i kishte jashtë Ramazanit. Kjo është disiplinë. Ramazani është shkollë që njeriu e gdhent, e mëson. Unë shpeshherë edhe në përmezhlise me njerëzit që bisedojmë me të rinjt, sidomos tani kjo dinamika e ka bërë që njerëzit janë shpeshherë i shtynë në depresion, i shtynë në probleme të ndryshme, thonë filloni me agjerim, agjeroni për shkak se një prej dobit edhe dimensionet e agjerimit është se njeriu edhe ja zvoglon, ja ul intensitetin e depresionit.
e problemeve të shumta. Njeriu në mëson me orar, se zakonisht edhe prej përfitimeve të mëdha që i kemi tani në Ramazan kur zgjohemi qysh në kohën e syfirit është se është edhe ai aspekti i socializimit, aspekti kolektiv që jashtë Ramazanit nuk e kemi ndjej ndoshta aq shumë për shkak detyrimeve, obligimeve të shumta. Tani në Ramazan sofra i syfirit edhe iftarit i tubon të gjithë antarët bashkarisht. Edhe kjo është një lloj edukate dhe madje mund ta edhe lloj dobi e Ramazanit. Esenca final, edhe ajo që është më prioriteti në Ramazan, Allahu subhanahu wa taala e përmend në Kur'an, thot la'allakum tattaqun. Ju nëse i nënshtroheni këtij adhurimi edhe praktikoni këtë muaj të Ramazanit, fundi baraz është dhe rezultati i kësaj është se njeriu arrin devotshmërinë, e kultivon devotshmërinë, se si të bëhet njeriu më musliman. Devotshmëria është qelsi i xhenetit dhe i çdo suksesit edhe në dunjë edhe në ahiret. Shpesh dietarët e kanë përmendur se agjerimi është një ibadet në të cilin del në shesh apo manifestohet në mënyrë të fshehur, të padukshme, sinqeriteti. Sepse kur agjerojmë, realitetin e agjerimit e din vetëm Allahu subhanahu wa taala. Prandaj është shumë vështirë që njeriu ta bën këtë adhurim duke pas parasysh se sa e shikojnë njerëzit, sepse në vetëdijen e tij apo në atë që quhet nën vetdije, ai e ka atë motivimin kryesor që agjerimin e bën për Allahun subhanahu wa taala. Dhe këtë e ka treguar edhe vetë Allahu xhaleshan në hadithin e tij kutsi ku thot çdo vepër e njeriu është për të, përveç agjerimit ai është për mua. A mundi pak të elaboroni rreth kësaj pikës sinqeriteti në agjerim dhe si manifestohet dhe si shfaqet dhe si duhet me qenë pjesë e mënyrës se si ne agjerojmë këtë muaj të bekuar? Po, e vërtet, edhe hadithin që e potencuat, me të vërtet veprat maten, është një lloj standardi që mund t'i matim veprat tona me sevape, ashtu si që fillon për 10 sevape, që arrin deri në 700 edafe mudaafe, do të thonë të shumë fishuara, mirë po këtu kur ndalemi për Ramazan dhe shikojmë këtë hadith kutsi, që Allah subhanahu wa taala ka thonë se çdo vepër e birit e Ademit është për të, përveç agjerimit. Përveç muajit Ramazanit, agjerimit, ajo është i imi dhe për mua dhe unë e paguaj edhe shpërblej për te. Edhe këtu duhet të ndalemi edhe shpeshherë më kujtohet një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Ebi Umama el-Bahili radhiyallahu anhu që thot e pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: Murni bi amalin yadkhuluni Allahu bihi al-janna. Më mëso, më urdhro, më oriento për një vepër që ta bëj unë që do të hyj në xhenet. Domethënë kjo ka qenë preokupimi i sahabëve që pejgamberi alayhi salatu wassalam ta mëson se cila vepër është që ai pastaj ta fiton dhe të futet në xhenet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: Alayka bis-sawm fa innahu la mathila lah. I tha pejgamberi sam, vazhdo edhe të agjerosh për shkak se nuk ka adhurim të ngjashëm sikurse agjerimi. Do të thonë është diçka i veçantë. Është diçka nuk mundesh me krahasu me adhurime të tjera. Kjo ndërlidhet me hadithin paraprak që e përmendëm, do të thonë që Allahu thot agjerimi është i imi dhe unë paguaj për te. Edhe kështu që tregohet për këtë sahabi që pas këtij hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pas këtij orientimi që ka dhënë pejgamberi sam, shtëpia e tij o gjaku i tij nuk ka pas tim, nuk është ndes zjarr. Do të thonë e ka marrë si koncept jete, e ka marrë si program jetësor çështjen e agjerimit dhe ka agjeru. Pas rrallë, do të thonë kur ka pas ndonjëherë mysafir që i ka gostisë edhe normalisht kjo ka ndiku që ai të vazhdon me adhurimin e agjerimit. Gjithashtu të nderuar shikues, edhe ju drejtohemi edhe shikuesit, agjeruesit të cilët po na përcjellin, mos ta neglizhojmë. Është moment shumë i mirë. Është edhe koha e mirë, e vlladiqshme, e freskët, janë orë të pakta për 13 orë, domethënë njeriu duhet të mundohet maksimum ta shfrytëzon për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu e ka potencuar edhe agjerimin gjatë vapës, së nxehtë, po edhe agjerimin kur është freskët, sikurse tani ne që gjendemi në këtë kohë, edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu fi ash-shita kal-ghanimati al-barida. Ka thënë pejgamberi sa se agjerimi në kohën e dimrit është sikurse ai ganimeti, ajo begatia që është e freskët.
Do të thonë shumë ma lehtë që fitohet ma lehtë. Do të thonë edhe tash e kemi mundësinë. Edhe mundësinë me fitu shumë sevape. Po. Në një punë e cila realisht është e lehtë. E lehtë, edhe gjithashtu sinqeriteti. Po, normalisht. Edhe gjithashtu sinqeriteti tani gdhendet edhe mësojmë tani në Ramazan. Për shkak se nuk na sheh askush, mundemi që të pim ujë ose të konsumojmë diçka tjetër prej pijeve ose të ushqehemi, mirë po e kemi në vetdijen tonë se mbikëqyrës është Allah subhanahu wa taala. Edhe ne e bëjmë niyetin që këtë ditë agjerimit agjeroj vetëm për Allah subhanahu wa taala. Edhe për këtë arsye kënaqësia më e madhe është se besimtari në momentin kur çel iftar. Edhe kur e kujtojmë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë se besimtari ose agjeruesi i ka dy gëzime. Gëzimin e parë e ka në momentin kur çel iftar, edhe gëzimin e dytë e ka kur do të takohet me Allahun subhanahu wa taala. Po pse kur çel iftar? Për arsye se e mbaruam një ditë. Sot përfundoi elhamdulillah kjo ditë në formën më të mirë, edhe normalisht besimtari vjen edhe pret shpërblimin te Allahu subhanahu wa taala, edhe gjithashtu takimin kur do të takohet me Allahun subhanahu wa taala. Kur do t'i shpërfaqet edhe agjerimi, do t'i del ndërmjetësues para Allah subhanahu wa taala, ashtu siç e tregojnë edhe ulemat, do të del sikur në formë objekti agjerimi, do të ndërmjetëson për robin, për besimtarin, do të thotë o Zot, ky në dunja e braktisi ushqimin, hajen, pijen, edhe gjitha qefet e tjera që i kishte lejuara vetëm për hir tandin, me sinqeritetin më të plotë. Dhe për atë arsye agjerimi, gjithashtu edhe Kur'ani do të ndërmjetësojnë për besimtarin në ditën kur do del para Allahut subhanahu wa taala. Çështja e sinqeritetit do të vazhdimisht ta theksojmë të nderuar vëllezër dhe motra dhe hoxhë nderuar, nga se ajo është kusht esencial për një vepër që me qenë e planuar. Nëse ibadet e tjera, për shembull namazin, çdo herë ka mundësi dikush me na pa se si falemi apo si japim ndonjë demosh, është diçka që duket në formën e jashtme se është vepër, ndërsa agjerimi është esencën e ka diçka e brendshme. Dhe realitetin se sa jemi ne agjerues nuk ka mundësi me pa krijesa, me pa njeriu, por esencën e sheh Allahu, prandaj edhe e ka veçuar me këtë adhurim shumë të madh dhe shumë fishuar. Hoxhë nderuar, muaji i Ramazanit, e tham, është një muaj i transformimit të njeriut. Drejt asaj që është më e mirë, se njeriu ka mundësi mund të transformohet diçka që është më keqe. Sa duhet me qenë një agjerues i kujdesshëm me ato fjalë që i thot, me shikimin e tij, me dëgjimin e tij, që të mos mbetet agjerimi i tij vetëm etje dhe uri. Këtu para se të kalojmë në ato tekstet e sheriatit që i kemi të njohura si duhet sillet një agjerues, gjithashtu duhet ta tregojmë atë pjesën tjetër të medaljes. Disa njerëz që janë agjerueshëm, edhe tani kur vjen koha para iftarit, do me thonë veç se i dalin në mend, thotë unë jam të majt Ramazan, largoj, do me thonë gjithë njerëzit me alishu ose më ka zonë Ramazanit, thotë edhe kjo një shprehje që nuk përket me edukatën islame, është e gabueshme, do me thonë nuk duhet ti tash pse je agjerueshëm, nuk duhet si. Do me thonë të kalon Ramazan, të fazon. Nuk të ka zonë Ramazan, ndryshe që si. Po, duhet ta kemi parasysh se agjeruesi, ai që besimtari i cili agjeron muajin e Ramazanit duhet të jetë më i sjellshëm, krahas asaj që duhet që ndalon, nuk han, nuk pin, do të thonë edhe largohet prej marrëdhënieve intime me bashkëshortën e vet, ai gjithashtu duhet të agjerojnë edhe shqisat e tij, duhet të agjeron edhe gjuha e tij, duhet të agjeron, do të thonë edhe dora e tij nga padrejtësit, nga çdo edhe në rast se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se në rast se dikush ju vjen edhe ju sulmon verbalisht apo ju sulmon edhe në forma të ndryshme, ti duhet të thuash fizikisht, po, më mbrojt, mirë po duhet që ti thuash, domethënë se Allahumma inni saim, unë jam agjerueshëm, unë nuk dua sherr, unë nuk dua bela, nuk jam interesuar që të futem në konflikt për shkak se jam duke kryer një adhurim shumë të madh. Domethënë unë e kam sinqeritetin e plotë dhe nuk këto janë gjëra për mua asgjë, domethënë krahasim me këtë ibadet të madh që jam duke kryer. Edhe për këtë arsye besimtari tani gjatë muajit Ramazanit duhet të bën program gjatë ditës së vet. Mos të rrinë domethënë me njerëz të cilët mund t'ja prishin atë qefin e Ramazanit, kënaqësinë e Ramazanit. Po sa më tepër të shoqërohet domethënë filan xhamin, namazit drekës ka ligjërat. Shko shfrytëzoj përderisa je i lirë.
Pas namazit i qindis shko, bën edhe dhikrin, do të thonë mundohu që ta bësh edhe dhikrin e mëngjesit edhe dhikrin e mbrëmjes, për shkak se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot inna Allaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahirin. Allahu dhe melaqet bëjnë dua lutën për atë i cili qohet edhe bën syfyr. Edhe interesant për kohën e syfyrit, edhe ulemat kur e shpjegojnë se cili është ibadeti më i favorshëm, më i mirë që besimtari mund ta bënë në kohën e syfyrit, sigurisht që ka shumë ibadete që mund të bënë, mirë po ajo më prioriteti edhe më me fadilet është që të bën istikfar. Wabil eshari hum yastaghfirun. Në kohën e syfirit ata bënin domethënë istikfar, kërkojnë falje te Allahu subhanahu wa taala, edhe besimtari pasi që të bën syfir duhet ta shfrytëzon kohën edhe me istikfar, jo të rrinë domethënë me shoqëri që çojnë kohën e humbin, e devijojnë nga dhikri, nga punët e mira, nga përmendja e Allahut, mirë po duhet ta shfrytëzon kohën e tij maksimum në vepra të mira. Unë tani më kujtua interesant tash që jemi në muajin e Ramazanit, besimtari duhet ta kujton se kjo është sezon e madhe, është falja e madhe e Zotit zbret. Edhe ne si duhet sillemi. Kur ishim në studime, ishte një person që u merrte me biznes. Edhe zakonisht gjatë kohës haxhit, do të thonë rezervimin e hoteleve, ngajke, edhe tregon të thoshte parafërsisht një muaj ditë nuk shtrihem në krevatin e gjumit, nuk bëj gjumë. Do të thonë që aty me një qosh në aeroport më zë gjumi, ku muj ka pak flej, ka pak vetëm, do të thonë të arrija atë qëllimin e vet të biznesit për një fitim të caktuar, për shembull, e tash material, që nuk është do të thonë keq, elhamdulillah, ajo është risk, mirë po tani ne në Ramazan jemi. Zbret falja Allahut subhanahu wa taala. A ka kush që agjeron, a ka kush që i lutet Zotit? Përgjigjja Allahut subhanahu wa taala është nata e kadit, është muaj i Kur'anit. O ti që e kërkon hajrin, aqbil. Ja baghi al-khairi aqbil. O ti i cili e kërkon hajrin, prano, mundohu. Tani e ki momentin, tash e ke, mos e lësho këtë shans. Mirë po shumë një pjesë e njerëzve, sikurse tani në javën e parë të Ramazanit e kanë një lloj entuziazmi, një eufori shumë të madhe me leximin e Kuranit. Mirë po më pastaj disi ajo edhe zbehet edhe fillojnë njerëzit ta vazhdojnë atë rutinën që e kishin para Ramazanit, edhe pse nëse shikojmë ulemaja islam prej tabiinëve, edhe para Ramazanit muajin Shaban e kanë llogaritur Shahrul Qurra. Muaj i lexuesve, njerëzit e mirë, muslimanët e parë edhe para Ramazanit janë përgatit, domethënë me leximin e Kuranit, janë përgatit, i kanë përsërit suret, i kanë përsërit, pse po him me një garë shumë të madhe, po him me një shkollë sikurse nxënësat. Kur vjen koha e provimeve, a përgatiten para se me u fut provim, normalisht që po. Edhe ne si besimtar, nxënësit e mirë se Zoti na ruaj se ju më tepër e keni përvojë në arsim, hoç. Po. E kjo është përgjithësi. Çështja që po ata qëllim se shpesh njerëzit fokusohen tek privimi i vetvetes nga ushqimi, apo largimi nga ushqimi, nga pija, nga kënaqësitë seksuale të lejuara, ndërsa e harrojnë momentin tjetër, atë momentin shpirtëror. Ne përmendëm sinqeritetin, e përmendëm se njeriu duhet me pas kujdes edhe me shqisat e veta. A është me sigur se nuk është e pranueshme apo e hijshme për një besimtar i cili është agjerues, ndërsa në të njëjtën kohë bën gabime duke bërë padrejti, duke ofenduar dikë tjetër, duke përvetësuar diçka që nuk i takon. A është agjerimi po ashtu edhe një korrigjues i sjelljes së besimtarit, po nuk është korrigjues i përkohshëm. Këtë është një keq kuptim, se njerëzit mendojnë se Ramazani jemi ndryshe, jashtë Ramazanit i kthehemi avazit vjetër. Sa do të më ndiku ne tham transformimin ton ka më e mira agjerimi nga aspekti me pas kujdes nga mëkatet. Se njerëzit ndoshta gabimisht e kanë kuptuar se unë jam agjerues dhe mua më tolerohen disa gabime që i bëj. Kjo nuk është situatë, bilem në Ramazan ndoshta shëmtia e mëkatit shumë më e madhe se sa jashtë Ramazan. Po, e vërtet, Ramazani besimtarit duhet t'ia ndryshon sjelljet. Nëse duam ta dimë që jemi të pranuar në Ramazan, atëherë duhet të shikojmë pas Ramazanit a ka ndikuar Ramazani në formimin ton individual, imanor, sjelljet tona edhe në rrafshin me njerëzit në përgjithësi, edhe në atë që e cekët ju me punën e padrejtësive, se padrejtësia është një fenomen që nuk duhet ta shikojmë vetëm tani që jemi në Ramazan.
padrejtia është ndaluar edhe jashtë Ramazanit, edhe në çfarëdo lloj, se shumë është gabim një koncept i gabuar i disa njerëzve, mendojnë për shembull për çdo lloj adhurimi, edhe për punën e haxhit, për shembull thotë, unë tash kum shku në haxh, unë nuk guxoj të bëj disa veprime që i kum bë para haxhit. Ajo edhe para haxhit i ke pas të ndaluar ato veprime që janë të shëmtuara, madje që janë harame. I ke të ndaluara, mirë po tani si haxhi, domethënë duhet ta kesh tjesh edhe më i kujdesshëm se ke dalë nga një shkollë e madhe, e ke kry një obligim, një shtyllë të Islamit, edhe punë çështja e Ramazanit, besimtarit që ndryshon edhe sjelljet e tija. Nga ato gabime që i ka pas duhet të përmirësohet kjo shkollë, pse shumica e xhallarëve paraqesin Ramazanin sikurse një shkollë, sikurse një kurs. Njerëzit shkojnë me një kurs edhe për shembull për 500 orë, i ka aftësohet, e merr një diplomë të caktuar, dikush bile mundet për 500 orë thotë edhe pilot mund më u bë, edhe pse me të vërtetë mëson trajnim ushtrime, edhe mas 500 orëve do të shohësh, do të shikosh rezultatet, do t'i prekish rezultatet. Ndërsa në Ramazan gabimi më i madh se disa njerëzi, Ramazani nuk është punë tradite, vallahi benen tradite kemi Ramazanin. Ai njëri tha unë kam nostalgji ato pitalkat kur i blejm, shkoj pres rendat, janë valla. Nuk është be qëllimi i pitalkave çka i blen ti në Ramazan. Qëllimi jot është që duhet ta shtosh imanin ton. Ose era e pitalkave. Era ushqimeve të ndryshme që dalin prej dietarëve. Shumë rëndësi që një dietare pas shkruar kështu më pëlqeu mënyra se si e formuloj. Tha Ramazani është masterclass. Masterclass i thonë atij kursit më të lartë në ndonjë lëmi i vetë kontrollit. Njeriu në këtë muaj duhet ta përvetëson këtë virtyt të vetë kontrollit, se njeriu është ai i cili në dorën e tij e ka edhe mëkatin, edhe e ka adhurimin. Nëse ti nuk arrin që ta sundosh vetveten tënde, ta kontrollosh vetveten tënde, ta drejtosh dhe ta udhëzosh vetveten tënde, kjo do të thonë se ti vetvetes ja ke hapur dyert drejt devijimit, drejt mëkateve, drejt ofendimit dhe gjërave tjera. Prandaj është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë këtë si një mundësi që Allahu na jep. Në këtë muaj janë prangosur shejtanët. Do të thonë nuk e kemi çytjen e tyre. Janë hapur dyert e xhenetit, janë mbyllur dyert e xhenemit. A nuk duhet me qenë kjo motivim për neve që ta shfrytëzojmë çdo mundësi? Pastaj edhe do të dallohemi si agjerues prej jo agjeruesve, dallohemi me shumë vlera të mëdha edhe në dynjë edhe në ahiret, sikurse e përmend Imam Hibani rahimahullahu taala, thotë se një prej elementeve që do t'i dallon besimtarët prej të tjerëve, kur dalin para Allahut, do të jetë edhe shenjat e abdesit që kanë marrë në dynjë. Po gjithashtu e vazhdon, thot edhe me erën e gojës së agjeruesit, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se era e gojës së agjeruesit është më e këndshme se sa aroma e parfumit. Edhe në ahiret kjo do të jetë më e njohur dhe më e spikatër, kështu thot Imam Hibani rahimahullahu taala, se kur dalin para Allahut subhanahu wa taala, do të dallojnë nga popujt tjerë, madje agjeruesit do të veçohen me erën e gojës së tyre prej atyre të cilët nuk kanë agjëruar edhe nuk e kanë marrë seriozisht, domethënë punën e agjerimit të muajit të Ramazanit. Për atë arsye mjafton si vlerë për muslimanin që të ndalet atë që e përmendet. Shejtanët janë të prangosur, djajt. Pastaj dyert e xhenetit janë të hapura. Thret një thirrës, kush do me bë mirë, urdhnoni, tash e ki momentin, tash e ki mundsinë që të vraposh pas Ramazanit, pastaj është vonë ti marrish këto të mira. Domethënë tani e ki mundsinë, sikurse këto oferta speciale kur zbresin, domethënë në për dyqane, markete të ndryshme, të gjithë njerëzit domethënë vrapojnë edhe të marrin me çmime më të ulta, sidomos tani në rritjen e çmimeve që janë bërë domethënë enorme, jashtëzakonisht larta. Njerëzit mezi presin, më thonë që ti marrin ato. E tash në Ramazan, me çmim të vogël, me pak mundje, pak lodhje, besimtari shfrytëzon edhe fiton shumë te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj kemi natën e Kadrit, mos ta harrojmë shikuesit, mos ta presim vetëm fundin. Dhe ta ndërlidh këtë pikë me cilat janë adhurimet më të veçanta, me të cilat njeriu do ta arrijë këtë transformim kaq më e mirë. Aty është leximi i Kuranit. Sa është vlera e leximit të Kuranit, sa është namazi i natës, pastaj lëmosha, sadakaja, këto janë këto elemente që janë përmendur në biografinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pastaj vetmimi në fund të Ramazanit në politikaf. Është leximi i Kuranit është si një ndër ibadetet bazë që besimtari duhet më tepër shoqërohet tani në Ramazan. Vetëm si një do të thënë ndërlidhje.
Në këtë muaj ne du të rikujtojmë vetes porositë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj leximi i Kuranit nuk është vetëm lexim mekanik, por është lexim nga i cili përfitojmë duhet edhe të meditojmë. Këshillat edhe po. Normalisht leximi i Kuranit është një ndër ibadetet që duhet më të spikatura që duhet ta bën besimtari gjatë këtij muaji të Ramazanit. Duhet shoqërohet sa më tepër. Andaj është me të vërtetë është turp i madh një besimtar i cili nuk arrin ta kryejë spakun një hatme gjatë muajit Ramazanit. Brenda ditës një gjuz të Kuranit, pavarësisht sa je i nxanur dhe agjenda e punës tënde sa është e ngarkuar gjatë Ramazanit, daj pak kohë. Atëherë kur fal namazin spaku pas namazit lexoj disa faqe Kur'an që brenda ditës spaku ta kryesh domethënë një gjuz dhe kështu që brenda muajit Ramazanit ta përfundosh një hatme të Kur'anit. Domethënë veçimi me leximin e Kur'anit i dallon elhamdulillah edhe në trevat tona, xhamiat e Shkupit vetë se lexohet hatme edhe kolektive ku ata besimtarë që dëshirojnë edhe të njëjtën kohë ta përmirësojnë edhe leximin e Kur'anit e kanë këtë mundësi që gjatë Ramazanit domethënë duke i ndjek lexuesit e mirëfill që din mirë të lexojnë prej hafizave, ata edhe kështu edhe përforcojnë edhe leximin e Kuranit, edhe sigurisht që në një vend ku lexohen ajetet e Allahut, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ku meditohet rreth ajeteve të Zotit, Allahu subhanahu wa taala zbret mëshirë, zbresin me laqet, ai mezhlis përfshihet me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, përmendet emri i tyre te Allahu subhanahu wa taala, domethënë ka benefite të shumta, ka rezultate të mëdha ata njerëz të cilët shoqërohen me Kur'anin në Ramazan. Gjithashtu edhe me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala, dhikrin. Sa më tepër domethënë ta përmendin Allahu subhanahu wa taala, të kërkojnë falje te Zoti për gjunahet që i kanë bërë. Domethënë se tërë vitin ke qenë ngarkuar ndoshta me shumë probleme, me dinamika e jetës të kalos shumë. Tani o vëllai Ramazan bile gjej kohë me ju përkushtu, me ju kthye Allahut. Nëse nuk gjejnë kohë tash në Ramazan, domethënë shumë prej njerëzve muslimanëve të mençur, të urtë, ngarkojnë vetëm me gjëra që ndoshta nuk janë esenciale. Po ka edhe disa musliman mashallah, domethënë disa njerëz të devotshëm që e organizon agjendën e punëve të tyre që pikërisht në Ramazan të jetë pak më i lirë, të përkushtohet Allahu subhanahu wa taala. Un kam pas rastin edhe në për Evropë, edhe këtu në Shkup kam pa njerëz, më thonë që gjatë tërë vitit punon pak punë më intensive me qëllim që kur vjen në Ramazani të jep vetit pak më shumë komoditet, lehtësi që të më i lirë për të përkushtohet Allahut me ibadete dhe me vepra të mira. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duhet ta përkujtojmë se ju ka thonë besimtarve, kjo vlen për neve. Thot është turp, është njeri i pa fat, ose është njeri i faqezi, ai i cili arrin muajin e Ramazanit, edhe nuk felem yughfar lehu, edhe nuk i falen gjunahet. Nuk arrin, domethënë, nuk është objektiv ndaj Ramazanit, nuk i qaset me një lloj objektivizimi a Ramazanit, pak qetë më punëtor gjatë Ramazanit. Mirë po është sikurse ditët tjera të rëndomta Ramazanin e pret. Njëjtë, unë e thash domethënë, e shikon vetëm atë aspektin formal të Ramazanit. Po shkojnë teravi se shkojnë gjithë teravi. Jo vëlla, shkon teravi me u kënaq, me shiju namazin e teravis. Shko te një imam i cili lexon pak më bukur Kur'an, që falet pak më ngadal, mos u ngut më shpejt me dal prej xhamia dhe me shku me ndet domethënë kafe ose vallahi me nuk e di se tan ditën unë nuk muj me ndet pa kafe. Dhe edhe disa të tjerë shfrytëzoj rastin, domethënë disa vëllezër që janë të mirë, që kemi miq e shoh, nuk agjeron. Zoti na ruaj. Pse nuk agjeron? Thotë unë nuk jam mësuar, thotë se koka më dhem pa një filxhan me kafe nëse nuk e pi, domethënë. Kjo është mjerim, le ta rishikojnë veten e tyre, pasi që jemi në ditët e para të Ramazanit, edhe ta vazhdojnë muajin e Ramazanit për shkak se siç e theka në fillim janë pak orë. Elhamdulillah koha është shumë e përshtatshme dhe muslimanët më herët i kemi pleq ton gjeneratat e vjetra në çfarë nxehti e kanë përjetuar Ramazanin, me çfarë kushte e kanë agjeru Ramazanin, mirë po nuk kanë heq dorë asnjëherë nga mbajtja e Ramazanit, me gjithat lodhjet që kanë pas, punë të vështira, përsëri e kanë mbajtur Ramazanin, kanë fal teravia dhe u kanë përkushtuar Allahu subhanahu wa taala, Allahu i shpërbleft. Muaji Ramazanit është muaji në të cilin duhet me dëshmu bujarin tonë. Pejgamberi sa kur flet për sadakan thotë sadakatu burhan. Do të thënë lemosha është argument i imanit. Ati shumë mirë e din hoxhë nderuar hadithin ku duke përshkruar pejgamberi sa ka thonë më bujor ka qenë Muhamedi sa në muajin e Ramazanit. Edhe ka qenë më bujor kur takohej me Xhibrilin edhe bashkë e mësonin apo e lexonin Kur'anin.
ishte më bujor se sa era e këndshme e dërguar me bereqet. Po ashtu është çështja edhe namazit të teravive. A nuk është këtu një rikujtim për dy prej shtyllave të islamit që Allah xhaleshanu i ka përmendur shpesh në Kur'an bashkarisht. Ikametus salah wa itau zekat, falja e namazit edhe dhënia e zekatit. Po, kjo çështja e solidaritetit, e lëmoshës, ajo është e theksuar në gjithë kohën, e sidomos në Ramazan pak më tepër e spikatur për shkak të kohës që ngërthen dhe bereqetit dhe vlerave të mëdha që i ka muaji Ramazanit. Edhe zakonisht besimtarët në këtë muaj, domethënë shfrytëzojnë japin sadaka më tepër, edhe solidarizohen edhe me pjesën tjetër të njerëzve të cilët janë në nevojë dhe kanë nevojë që t'ju ndihmohet. Elhamdulillah, kjo është e theksuar edhe te populli jon, muslimanët në përgjithësi e kanë të njohur çështjen e sadakas, për shkak se sadakaja ka dobi të shumta, lëmosha ka dobi të shumta për individin, ai i cili e ka mësuar veten e vet, jep sadaka, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se lëmosha e fik hidhrim e Allahut. Njeriu i cili jep lëmosh e shuan hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Do thonë Allahu është i gëzuar me atë person i cili jep sadaka, i ndihmon dikujt. Pastaj kemi edhe hadithe tjera, për shembull, Allahu në hijes lëmoshës së tij. Po, lëmoshës së tij. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Se Allahu është në ndihmën e robit të vet, përderisa robi është në ndihmën e një nevojtari, një musliman i cili ka nevojë që të për t'i ndihmuar dhe për t'i dhënë. Tani është mirë koha e përshtatshme për reflektim se atë që e posedojmë ne, në atë pasuri, nëse të kalon hisabin, në atë pasuri kemi hise që i takon ati që është i varfër edhe ati që është skamnor, që është i privuar nga begatit. Po fi amwalihim haqqun ma'lum. Do thonë pasuritë e tyre ka një hise të caktuar që i takon dikujt tjetër. Edhe me të vërtetë nëse njeriu i qaset kësaj problematike në mënyrë kështu ta themi shtruar, pa zemër hapur dhe pa ndonjë paragjykim, do ta sheh se prej lëmoshës ka vetëm përfitime. Ka vetëm përfitime, edhe në aspektin financiar, edhe në aspekte tjera, sepse vetë fjala zekat do të thonë en-numu wa ziyada, do të thonë rritje dhe shtim të pasurisë. Gjithashtu edhe njerëzit të cilët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shumë dimensione përfshin ndoshta edhe ligjërat me mbajt vetëm për lëmoshën. Për shembull ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam da'u mardakum bis sadaka. Edhe njerëzit të cilët kanë të sëmur në shtëpinë e tyre le të japin sadaka, për shkak se ka thënë pejgamberi sallallahu shëroni të sëmurit e juaj me sadaka, me lëmosh, domethënë edhe kjo është pastaj njeriu e mbron nga çdo lloj fatkeqësie në këtë dunjë, i cili jep lëmosh dhe sadaka të varfërve. Edhe duhet ta shikon domethënë lëmoshën ku e jep besimtari, dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme, domethënë që jep njerëzve që me të vërtetë janë meritor dhe meritojnë për t'ju dhënë domethënë sadaka. Po gjithëror, kjo është pyetja e fundit, nëse nuk duam që të zgjasim ato, humbim kohën me vlerë të shikuesve tanë, si mundemi të ndërlidhim aspektin e mirënjohjes për begatit që i posedojmë, edhe me ndjenjen e solidaritetit mes muslimanëve apo brenda shoqërisë islame. Mirënjohja është diçka që është obligim besimtarit pas mirënjohjes dhe falënderimi për begatitë e Allahut xhaleshanu. Ne në këtë muaj e shohim se si është vetveten me privu nga disa begati që i posedojmë. E kjo do të na arrit mirënjohjen dhe falënderimin. Po është edhe elementi i socializimit, jetës së përbashkët ku muslimanët domethënë bashkë ndjejnë për nevojat e tyre. Po. U bi shukri të dumun ni'am, me falënderim shtohen begatit dhe të mirat. Edhe kjo vazhdimisht duhet njeriu edhe ta falenderojmë fillimisht edhe Allahun subhanahu wa taala që na ka dhënë shëndet të agjërojmë muajin e Ramazanit. Sa prej njerëzve besimtarëve kanë agjëruar Ramazane të shumta, tani për shkak të smundjeve të ndryshme, terapiave që i marrin, domethënë nuk munden, zemra ju qan, mirë po nuk mund ta agjërojnë. Kështu që
ata që janë fund në Ramazan edhe agjerojnë Ramazanin duhet ta falenderojnë Allahun subhanahu wa taala për begatinë e shëndetit që Allahu ua ka dhënë, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot janë dy begati të shumta që njerëzit i shpërfillin, nuk u din vlerën, ajo është e koha e lirë dhe shëndeti. Njerëzit përderisa janë shëndosh edhe mirë, ndoshta nuk ja din vlerën aq sa duhet, domethënë shëndetit që Allahu ua ka dhënë, deri në momentin kur sprovohen me një smundje, pastaj e shohin domethënë vlerën e shëndetit. Gjithashtu edhe mirënjohja ndaj njerëzve në përgjithësi, do të thonë njerëzit të cilët japin kontribut në sfera të ndryshme, pa marrë parasysh besimtari obligohet që t'i falenderon edhe njerëzit. Do thonë ai i cili nuk din të falenderon nuk është mirënjohës ndaj njerëzve, nuk është mirënjohës edhe ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe për këtë arsye tani sidomos në Ramazan është mirë domethënë që ta theksojmë çështjen e mirënjohjes dhe falënderimit ndaj njerëzve. Ti falenderojmë edhe prind, të kujdesemi ndaj familjarëve. Mundohemi gjithashtu që edhe nuk e cekëm, meqense tek një pjesë e madhe tani ka ndikuar atë që e cekëm edhe koha, dinamika e kohës, edhe ftohjet e raportet familjare. Tani në Ramazan e kemi mundësinë që të ftojmë me vëlla, thirrë dikant në iftar. Shtroj sofrën e iftarit, thirrë miqën, dajën, familjar, ta fitosh shpërblimin e agjeruesit, pa ju paksu, domethënë atij as pak nga vlera e agjerimit. Kështu që domethënë kemi një mundësi që edhe agjerimi, domethënë na mëson, është shkollë gjithashtu që t'i ruajmë edhe lidhjet familjare, falefisnore, miqësore, të afrohemi edhe më tepër njëri me tjetrin, duke u ftuar, domethënë për ushqim, për iftar njëri me tjetrin, edhe kjo është një lloj prej llojeve të mirënjohjeve që kemi ndaj njëri tjetrit. Nuk është çështja që ne ta bingarkojmë vetveten me qenë ushqimi tepër i luksoz, me qenë lloje të ndryshme. Mjafton ndoshta edhe një ushqim modest për të arritur shpërblimin dhe për të forcuar lidhjen që e kemi me njerëzit tjerë. Do të thonë solidariteti dhe empatia që janë pjesë të pandashme të Ramazanit është diçka që duhet vazhdimisht ta kultivojmë. Dhe ne si besimtar, nëse nuk e kemi kuptuar këtë dimension të agjerimit, kemi një kuptim të cekt, apo një të mangut nga aspekti i gjithë përfshirjes së vlerave që i ka ky adhurim madhështor, për të cilën edhe cekën në fillim është adhurim që Allah e ka veçuar dhe është ai që është problem për ta. Po kjo është interesant hoç që e përmendet me të vërtetë edhe teprojnë njerëzit edhe me lloj-llojshmërinë e ushqimeve të shumta tani në iftar, edhe kjo është një prej gabimeve që ndodh. Duhet të jemi pak më mesatar, nuk duhet ta teprojmë, madje kemi edhe rekomandime të ndryshme nga tekstet e sheriatit që besimtari nuk duhet ngopet edhe shumë për shkak se kemi namazin e teravis. Pastaj nuk mund edhe të falemi komod edhe jashtë Ramazanit është e tepruar. Po, ta mbingarkojmë vetëm me ushqim. Kjo është subhanallahu se agjerimi gjithashtu tash më kujtua edhe disa mjek, domethënë edhe mjekësia moderne si e trajton prej vlerave që e cekëm në fillim të Ramazanit, e trajton sikurse një lloj terapie hynore. Ata të cilët agjerojnë, domethënë nuk ka dëm, ka vetëm dobi. Jo musliman mjek. Rahmetia Ali Diazi. Po. Thoshte është operacion pa bisturi, pa thik. Po. Ti fillon domethënë bëhet pastrimi, filtrimi i veshkëve, edhe metabolizmi ndryshon, edhe çdo send këtë un kam lexuar disa mjek që edhe as pak nuk janë musliman, domethënë shumë japin lëvdata të mëdha për shkak se është një trend 30 ditor Ramazani ku thotë muslimanët kanë përfitime të shumta nga një mjek tha është një detoksifikim, largimi i krejt helmeve dhe toksinave nga trupi brenda muajit Ramazan. Po kjo nuk duhet të qenë qëllimi kryesor. Po qëllimi nuk është kjo. Ajo është një prej përfitimet e shumta që i ka agjeruesi. Po kjo është edhe një send që duhet edhe shikuesit ta kenë parasysh, çdo send që Allahu na ka obliguar, ajo është në dobin ton, për të mirën ton. Çdo send që na e ka ndaluar dhe ka thonë largoni prej kësaj, ajo është në domin ton edhe më mirë të largohemi. Kështu që ne vetëm themi semi'na wa ata'na. Ndëgjuam dhe respektuam edhe as pak nuk kemi më dyshje për çdo verdikt, për çdo karar që na ka ardhur nga ana Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë zbatojmë me përpikshmërinë ton sa kemi mundësi. Fattakullaha mastata'tum, keni frikë Allahun asa keni mundësi. Allah nuk ngarkon për të emocione tona. Po. Por gjendërori ishte kënaqësi t'ju kemi sonte. Shpresoj që këto këshilla të bukura dhe të elaboruara mirë ta gjenë vendin në zemrat e besimtarëve, edhe ta fillojmë një proces të transformimit pozitiv në Ramazan dhe ta fillojmë një proces të vazhdimësisë edhe në këtë gjendje dhe pas Ramazanit. Amin. Amin inshallah. Allahu na i lehtësoj dhe na i pranoft.
Allahun lutim që të na i pranon adhurimet në këtë muaj të bekuar, dhe të na bën për atyre që kanë shpëtuar nga zjarri i xhehenemit në botën tjetër dhe që i ka shpërblir me Firdausin. Amin. Allahu ju shpërbleft fortesën. Të nderuar vëllezër dhe motra, ky ishte mezhlisi i parë i Ramazanit me hoxhën e nderuar Nusret Efendi Ramadani, të cilin e falenderojmë dhe shpresojmë që Allahu xhaleshanuhu na e mundëson ta shikojmë fytyrën e tij të ndritëshuar në ditën e gjykimit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.